Kur Donald Trumpi dhe Benjamin Netanyahu nisën agresionin e tyre ushtarak kundër Iranit më 28 shkurt, ata dukeshin të bindur se lufta do të ishte e shpejtë, vlerëson Ramzi Barut, gazetar dhe autor. Netanyahu thuhet se kishte siguruar Washingtonin se fushata do të sillte një fitore strategjike vendimtare, një fitore e aftë për të riorganizuar lindjen e mesme dhe për të rikthyer fuqinë frenuese të dëmtuar të Izraelit. Për dekada me radhë, qarqe me ndikim brenda establishmentit strategjik të Izraelit nuk kanë kërkuar domosdoshmërisht stabilitet, por më tepër shkatrim krijues. Logjika është e thjeshtë, të shpërbën fuqitë rajonale armiqësore dhe të lejohet që peizazhi politik të fragmentuara të zëvendësojnë ato. Kjo ide nuk u shfaq brenda natës. Ajo u artikulua më qartë në një dokument politik të vitit 1996 me titull A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, përgatitur për kryeministin e atëhershëm izraelit Benjamin Netanyahu nga një grup strategësh neokonservator amerikan, përfshirë Richard Perle. Dokumenti argumentonte se Izraeli duhet të braktiste diplomacinë tokë për paqe dhe në vend të saj të ndiqte një strategji që do të dobësonte ose rrëzonte regjimet armiqësore në rajon, veçanërisht në Irak dhe Siri. Qëllimi nuk ishte vetëm fitoria ushtarake, por një ristrukturim gjeopolitik i lindjes së mesme në favor të Izraelit. Logjika është e thjeshtë, të shpërbën fuqitë rajonale armiqësore dhe të lejohet një peizazh politik të fragmentuar të zëvendësojë ato. Në shumë aspekte, dekadat pasuese duke se vërtetonin këtë teori, të paktën nga këndvështrimi i Tel Avivit. Pushtimi i Irakut nga SBA-ja në vitin 2003 u konsiderua gjithsesi si një katastrofë për Washingtonin. Qindra mijëra njerëz u vranë, triliona dollar u shpenzuan dhe Shtetet e Bashkuara u përfshin në një nga pushtimet më destabilizuese në historinë moderne. Megjithatë, lufta rrëzoi regjimin e Saddam Huseinit, shpërbeu partinë Baath dhe shkatroi atë që dikur ishte ushtria më e fortë arabe në rajon. Iraku, historikisht një nga shtetet e pakta arabe të afta për të përballur ushtarakisht me Izraelin, pushoi se ekzistuari si një fuqi koherente rajonale. Vitet e paqëndrueshmërisë që pasuan lanë Bagdadin me një sistem politik të brisht. Siria, një tjetër shqetësim qëndron në mendimin strategjik izraelit, më vonë u zhyt në luftë shkatruese që nga viti 2011. Libia gjithashtu ra pas ndërhyrjes së NATO-s në vitin 2011. Në gjithë rajonin, shtetet nacionaliste arabe, dikur të fuqishme, u fragmentuan në sisteme të dobësuara ose të përçara brenda vetes. Nga këndvështrimi i Izraelit, teoria e fragmentimit rajonal duke se po jepte rezultate. Pa shtetet të forta arabe që mund të projektonin fuqi ushtarake, disa qeveri të gjirit filluan të rishqyrtojnë refuzimin e tyre të gjatë për të normalizuar marrëdhëniet me Izraelin. Rezultati ishte marrëveshjet abrahamike, të nënshkruara në shtator 2020 në administratën e Donald Trumpit, të cilat formalizuan normalizimin mes Izraelit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Bahreinit, më pas të ndjekura nga Maroku dhe Sudani. Për një moment, duke se transformimi gjeopolitik i parashikuar dekada më parë ishte realizuar. Por, historia rrallë ecën në vit të drejtë. Gjenocidi i Izraelit në Gaza nuk prodhoi fitoren strategjike që kishin parashikuar liderët Izraelit. Përkundrazi, lufta ekspozoi dobësi të thella në pozicionin ushtarak dhe politik të Izraelit. Më e rëndësishmja, rezistenca palestineze tregoi se forca ushtarake dërmuese nuk mund të përkthehen në kontroll politik vendimtar, shkruan Barut. Pasojat u ndjen përtej Gazës. Lufta aktivizoi lëvizjet e rezistencës në gjithë rajonin, thelloi darjet brenda shoqërive arabe dhe muslimane dhe ndezi një val të paprecedent solidariteti global me palestinezët. Imazhi ndërkombëtar i Izraelit pësoi dëme të mëdha. Për dekada, diskursi politik perëndimor e paraqisti Izraelin si një bastion demokratik të rrethuar nga forca armiqësore. Ky narrativ është zbehur ndjeshëm. Gjithnjë më shumë, Izraeli përshkruhet edhe nga organizata të mëdha ndërkombëtare si një shtet i përfshirë në shtypje sistematike dhe në rastin e Gazës në dhunë gjenocidale. Kostoja strategjike e këtij kolapsi reputacional nuk mund të nënvlerësohet. Fuqia ushtarake mbështetet jo vetëm te armët, por edhe te legitimiteti. Dhe legitimiteti, sapo humbet, është i vështirë të rikthehet.
Në këtë sfond, lufta kundër Iranit u shfaq si basti më rëndësishëm i Benjamin Netanyahut. Nëse do të kishte sukses, ajo mund të rikthente dominimin rajonal të Izraelit dhe të rivendoste efektin e tij frenues. Por dështimi ka pasoja po aq të mëdha. Netanyahu, që përballet me një urdhër arresti nga Gjykata Ndërkombëtare Penale në vitin 2024 për krime lufte në Gaza, e cila ka lidhur mbijetesën e tij politike me premtimin për fitore strategjike. Në intervista të shumta, ai ka paraqitur përballjen me Iranin në terma pothuajse biblik. Ajo që supozohej të ishte një fushatë e shpejtë, po ngjan gjithnjë më shumë si një konflikt i zgjatur. Netanyahu kërkonte të dominonte lindjen e mesme. Washingtoni kërkonte të ruante dominimin global. Asnjë nga këto objektiva nuk duket i arritshëm, shkruan Barut. Në vend të kësaj, lufta mund të përshpejtojë ndryshimet që synonte të ndalte. Dobësimin e rolit strategjik të SBA-s, rënien e fuqisë frenuese të Izraelit dhe një lindje të mesme gjithnjë më të formuar nga aktor rajonal. Donald Trumpi, pavarësisht retorikës së ashpër, shfaqet si një president i dobët, shkruan Barut. Ata nuk e kuptojnë sa shumë ka ndryshuar bota. Nuk e kuptojnë si e percepton sot lindja e mesme aventurizmin ushtarak amerikan. Dhe sigurisht, nuk e kuptojnë se edhe vetë Izraeli është bërë një markë në rënje, si politikisht, ashtu edhe moralisht. Sigurisht, Trumpi dhe administrata e tij do të vazhdojnë të kërkojnë çdo fitore për t'u ashqitur mbështetësve të tyre si triumfin më të madh në histori. Por shumica e amerikanëve dhe shumica dërmuese e njerëzve në botë nuk e besojnë më këtë. Pjesërisht sepse kjo luftë kundër Iranit është imorale dhe pjesërisht sepse historia ka shumë pak durim për humbësit. Përfundon analizën e tij gazetari Remzi Barut.